po të shkosh në Itali... Ti po përpiqesh ta zbukurosh, po unë mendoj që ne jemi, që të tërës po e thoni tamam. Ne jemi ca servila që vdishëm për të huajt, se nuk respektojmë njëri tjetri. Ja ky është problemi. Po, se kur ti shkon atje jashtë, pyeti shqiptarët në Vjenë, e ka marrë në njëri me pekule? Pyeti shqiptarët gjeme, ja ka bërë në njëri kështu? Atere pse ata kështu dhe ne, erdhim garë të huaj. Atë them një histori personale. Atë them një histori. Unë kur kam ikur, kur jam larguar nga Shqipëria për të shkuar në Amerikë, unë nuk kisha një velversim shumë të lartë për veten time. Mirë, po kjo është... Hold on, prita, ta mbaroj. Sistemi komunisti mbyllur që ne na la, të papërballur me kulturat e huaja. Vajta në Amerikë dhe aty kam kuptuar disa gjëra rreth vetes time, di pse? Për shkak të mesazheve që unë kam marrë, që ti je unike, që ti ke potencial, që ti ke dhunti, që ti ke talente. Më thuaj ti, përveç ti Erion, a më thuaj ti, sa profesora këtu, ose sa mësues këtu, u thonë nxënësve të tyre që janë përpjekur të lumë bravo. Ama, diferencë kulturore, ne jemi të... Unë mendoj që emigrantë, ato të huaj që vinë këtu, pak të unë them që janë të zgjuar, sepse e para punës gjenë një klimë shumë të mirë, e dyta punës gjenë gocat më të mirë atonat edhe martohen, e treta gjenë edhe një klimë shumë mirë biznesi që e shfrytëzojnë aq bukur, edhe nuk e di, ose ne duam, do të themi më mirë atyre se sa vetë, janë disa arsye. Shiko, unë të jap edhe një kështu sepse ndikojnë edhe për mirë, janë ca çek që kanë qenë emigrant në Greqi, edhe unë mora veç që para 2 vitesh kanë shkuar në ca fshatra shumë të thellë të Përmetit, që aty kishin ikë edhe njerëzit, nuk kishte më edhe kanë filluar edhe ta lulëzojnë atë vendin aty, ta mbjellin, edhe janë bërë edhe krah. Pa kanë gjetur parajsën këtu. Po, edhe janë bërë edhe krah edhe për më të moshuarit e asaj zone, pra që kanë fëmijët jashtë. Pra do të thotë, pikërisht pa them, do thonë që në këtë aspekt të huajt në Shqipëri luajnë rol shumë të mirë. Unë nuk e di për çfarë arsye vinë konkretisht, sepse mund të ketë probleme me ligjin në ato vendet e veta dhe vinë, se tash ne nuk e dim, por që ndikojnë për mirë. Çfarë roli, po çfarë ndikojnë për mirë, më të keqen arrit qerat e shtëpisë, mos rrit kosto jetesës. Fshatrat e Përmetit, po këtu Çe kanë atje po ku? Ore po Bushi vlora me italian. Dëgjoj. Po hecja për gjatë sheshit të Skënderbej dhe ishte plot më plot. Plot me të huaj, Allah. Plot më plot. Pas e thoi plot me turq. Ajo lidhet me... Exact, se të ty vinë ata. Jo, ajo lidhet me turizmi. Pra ne, sigurisht duke pasur shumë turist krahasim me popullsinë, po shkojmë 1/5, domethënë, jo 1/8 gati, se Tirana 600.000 banor ka brenda. 5 milion e ca turist lëvizin nëpër Tiranë. I bie 1/8, pra një shqiptar me 8 huaj brenda këtu. Dhe quhet për minoritet. Po pra, dhe Barcelona quhet